Në rastet të tilla, Arben, që po i shpjegon edhe Visari, a mendon që një plan individual mund të ndihmojë një fëmijë në këto problematikat e vogla që i përmendi, edhe pa një asistent vetin personal? Të thotë në praktik, zakonisht nga ajo ekip komunale të cilën e tham, rekomandon nëse fëmija duhet këtë plan individual apo jo. Dhe nëse duhet këtë asistent apo jo. Kemi në shumë shkolla që ndoshta edhe nuk ka asistent dhe procesi shkon mirë. Sigurisht ka vështirësi. Sidomos vështirësia është tek mësimdhënësit nga njëherë që kanë mungesë të informacione rreth planit individual. Që ka ndoshta në këtë pjesë mungesë trajnimesh, por gjithsesi ka edhe shumë mësimdhënës që njohin edhe që i ofrojnë mbështetje. Pra, kemi nxënës të cilët kanë asistent, po kjo varet nga vështirësitë të cilat përballen fëmiu, pra deri në çmos ose deri ku ka vështirësi dhe pastaj hyn në procesin e planit individual. Por në këtë pikë është shumë e rëndësishme pjesa e bashkëpunimit me prindër, e cila duhet gjithsesi të merret aprovimi nga prindërit, domethënë që të procesohet plani individual. Po në këtë pikë është shumë e rëndësishme që të shtohet një bashkëpunim dhe të merren informacione sa më detajume për nxënësin dhe të zbatohen pastaj në praktik edhe mësimdhënësit dhe ekipa shkollore, sepse plani individual hartohet nga një ekip shkollore, në përbërje që janë edhe mësimdhënësit mbështetës edhe psikologu shkollore dhe po prindi gjithsesi duhet jetë prezent. Dhe pastaj mungesa asistentëve është një prej vështirësive që është prezente dhe që ndihmon realisht prezenca e tij në zbatimin e planit dhe mungesa sigurisht e vështirëson zbatimin e planit individual. Në këtë rast, roli i mësimdhënësit mbështetës? Roli i mësimdhënësit mbështet mësimdhënësin e klasës, mësimdhënësin e klasës mbështet dhe komplet shkollën në përfshirjen të gjithë fëmijëve, pa dallime, në ofrimin e një mësimdhënie të përshtatshme, në materiale konkretizuese dhe në punë individuale. Pra, është një mekanizëm që ndihmon që shkolla të jetë gjithëpërfshirëse. Procesi gjithëpërfshirës është goxha procesi kompleks. Nuk ka rezultate të shpejta. Rezultatet mund të jenë më të ngadalta, po sigurisht bashkëpunimi i mirë, vlerësimi adekuat edhe puna përbashkët e ndihmon shumë këtë proces, sepse nga përvoja dhe nga puna që bëj çdo ditë me nxënës, rezultatet janë të vogla, por janë rezultate motivuese, sepse shet që një fëmijë me nevoja të veçanta, me vështirësinë të nxënë, po te i kalon ato vështirësi, fol punës, pra në mënyrë mësimdhënësi, këtë rast është hero. Pra, sepse po ndihmon që në një të ardhmen një fëmijë mos orientohet nga qendrat burimore që e tha më herët në një ambient tjetër, që por të jetë brenda fëmijëve edhe shkollës në cilën merr shërbimet e mësimdhënies, përkundër që ka vështirësi edhe brenda klasë, sepse kemi fëmijë me vështirësi të ndryshme që shpeshherë edhe ndoshta bojnë ndonjë skenë ose ndonjë veprim që nuk është në soza të normalitetin thojza për nxënësit në pjesën e nxënësve. Mirë, po është përparësi që nxënësit nuk janë domethënë paragjykues dhe pranojnë se tillë. Edhe nga praktika domethënë edhe përkundër se një fëmijë mund të bëjë ndonjë veprime që nuk është në vetdijen e tij ose bën në mënyrë spontane, pra nuk zgjon kurrëshet e fëmijët tjerë dhe krijon në mënyrë fëmijët krijojnë edhe tolerancë, sepse në këtë rast ata po njohin fëmin pjesën e mirë, por pjesën aftësit, ose prandaj këtu është një kontribut shumë i madh i mësimdhënësit që përmes planit individual të vënë pa informacionet ose aftësitë e nxënësit. Pra, atë që fëmija din, jo atë që fëmija nuk din, sepse shumë fëmijë edhe prandaj jemi të ndryshëm që jo secili kemi talent çdo lëm mësimore. Por qëllimi i mësimdhënies adekuate ose gjithëpërfshirës që mësimdhënësi dhe ekipa shkollore në këtë plan individual të i përcaktojnë rezultatet krahas kërkesave dhe nevojave që ka fëmia. Do thotë deri sa një nxënës i klasës tij ose i klasës paralele mund të shkojë në mbledhje shumëzim dhe pjesëtim, që është në disa funksione matematikore shumë të vështira, ky nxënës mund të shkojë në mbledhje dhe zbritje të numrave më të thjeshtë. Por që me kalimin e kohës, me punën e asistentes, mësimdhënësit dhe planit individual, në një kohë të caktuar e arrin që shpesh na befasojnë nxënësit, sepse kanë periudha të ndryshme që në të cilat kalojnë, por gjithsesi bashkëpunimi gjithë këtyre aktorëve edhe puna përmes planit individual, përmes bashkëpunimit ndihmon shumë fëmijët që të kalojnë këto vështirësi.